Përfaqësimi në arenën europiane nuk është më një mollë e ndaluar për sportdashësit korçar, kjo pasi Skënderbeu u 19 ditën e shtunës shpallur kampion në grup moshën e të rinjve dhe në sezonin e ardhshëm do të përfaqësojë Shqipërinë në UEFA Youth League. Ujqrit e Boros triumfuan me përmbysje 2-1 ndaj Partizanit në finalen e titullit të zhvilluar në aneksin e stadiumit Skënderbeu. Për trajnerin Edmir Osmanllari, ky është një sukses i jashtëzakonshëm që erdhi fal një pune të mirë organizuar për gjatë gjithë vitit. Unë gjeta një punë shumë të mirë tek trajnerët që ishin paraardhësit e mi, edhe unë u ambientova dhe isha shumë komod me gjithë këtë grup. Ne do fokusohemi tek Champions Liga, mendoj sepse do bëjmë mirë në Champions dhe normalisht duhet të përsëritim suksesin e këtij viti. Kapiteni i Skënderbeut, Skerdi Xhixha, u shpreh se kjo skuadër është më e bashkuar se kur dhe mund të bëjë gjëra të mëdha edhe në të ardhmen. Objektivi tim personal është të vete tek ekipi i parë, ku të bëj mirë atje, të luaj, të kem minuta dhe pse jo të bëj një sezon të shkëlqyer, sepse ekipi tim i zemrës është Skënderbeu, këtu ku jemi rritur dhe ku e dua me gjithë shpirt. Skënderbeu u 19 u kurorëzua kampion i këtij edicioni duke zhvilluar një sezon me rivalitet mjaft të fortë me ekipin e Partizanit dhe vetëm në javën e fundit të shpallur triumfues.